Handballistët e vllaznimit mbrëm në cilësinë e Nikoqirit ja dolën të triumfojnë në ndeshje ndaj handballistëve të Prishtinës, me rezultat 39-38. E gjithë loja është shoqëruar me emocione deri në fund për shkak të situatave që krijoheshin nga lojtarët e të dy ekipeve. Ky sukses i handballistëve gjakovar vjen si një dëshmi e përkushtimit dhe vendosmërisë e ekipit duke vazhduar serinë pozitive të rezultateve në Superligën e Kosovës në handball. Para fitores në palestrën Shaninushi është zhvilluar edhe ndeshja kadetëve, ku edhe këtu kadetët e vllaznimit shënuan fitore bindëse me rezultat 33-17. Ndërkohë, menaxherët e klubit vazhdimisht apelojnë që të përkrahet klubi, kjo pasi handballistët e vllaznimit kanë nevojë për përkrahje të vazhdueshme, me qëllim që të ketë pozicionim sa më të mirë në tabelë.